Unë kam qenë në një takim elektoral së bashku me bashkëshorte në një prej lokaleve të Tetovës, ndërsa propaganda politike bën që ka qenë strukturë partijake, që nuk është absolutisht e vërtet. Pikërisht sot ka ndodhur kjo, edhe mundohen që të japin. Në rrjetet sociale u publikua një fotografi e juaja dhe u tha se ka aty pjesëtar të Levicës, por edhe dje u publikua një foto tjetër e shefit të PR-it tuaj me zonjën Katka Borzhinovska, që ishte kandidate e Levicës. Asnjëra nuk është e vërtet. Asnjëra nuk është e vërtet. Ajo fotografi, do me thënë e para, nuk është shefi PR-it. Djali që fotografuar nuk ka asnjë lidhje politike me Bashkimin Demokratik për Integrim apo me AKI. Ne nuk mund të jemi përgjegjës se kush me kënd shifet në Tetovë. E dyta, fotografia që u Nuk është nga ekipi juaj? Absolutisht jo. Nuk ka asnjë lidhje politike me Bashkimin Demokratik për Integrim. Nuk ishte i angazhuar në ekipin tuaj të PR-it? Jo. Edhe e dyta, fotografia që u publikua me atë aktivitetin partijak, me atë aktivitetin parazgjedhor, nuk ka qenë kandidatja e Levicës, edhe asnjëra prej grave atje nuk ka asnjë lidhje politike. Ka qenë thjesht një takim parazgjedhor së bashku me forumin e gruas të AKI-s, që ka qenë me një lagje të Tetovës në një lokal të Tetovës.